Mirë mëngjes. Mirë se erdhe në një tjetër video në kanalin tim. Jam akoma në Pogradec. Jam shumë brapa me postimin e videove dhe nuk kam bateri në kamerë. Sa ignorante jam. Që kam për të xhiruar sot. Gjithsesi do ta vë te kafja në Karikim. U nisa prap në këmbë për në Pogradec. Dita e sotme. Ai, të flet gjumë. Mëngjes. Dita e sotme ka të bëj me plazhin në Pogradec. Siç e dini të gjithë, në qytetin e Pogradecit kemi liçenin e mrekullueshëm të Ohrit. Dhe përveç se është super i bukur, jeton në të specia endemike e peshkut të koranit, dua si e thash. Është edhe një destinacion për të bërë pushime. Kështu që unë sot do t'ju tregoj të gjithëve juve që mbase asnjëherë nuk keni qenë në Pogradec, në plazh, se si organizohet pra kjo gjë. Është frikë të ecësh në njerë se ka shumë qenë rrugës. Njerë nuk kishte qenë, po njerë kishte. Shiko si u lazarin. Atëherë, unë për veten time ka shumë vite që nuk kam qenë më në plazh në Pogradec. Mbase 7 vite bëra tani që kam ikur në Gjermani, kështu që atëherë nuk kam qenë asnjëherë në plazh. Më duket se kam qenë vetëm një herë kur ka qenë Stefani, po thjesht jemi ulur në shezllone se s'ka qenë aq ngrohtë sa për të bërë plazh, ka qenë prill ose diçka tillë. Kështu që dhe unë po e provoj për veten time, pas 7 apo 8 vitesh, se çfarë ka ndryshuar në plazhin e Pogradecit, si janë çmimet, ku mund të hash, a ka restorante e të tjera të tjera. Kështu që kjo do jetë video sot. Hajde me mua në një ditë në liçenin e Ohrit. Djali është zgjuar sot që në 5 e pak. Kështu që ora është 7 dhe ne kemi dalë që tani për në qytet. Unë marr gjithmonë këtë shëtitoren. Është rrugë që është bërë anës rrugës së makinave, që është për këmbësor dhe për bicikleta, dhe është rrugë që ecën pra për pra me liçenin e Ohrit. Pa. Nga fshati ku jam unë normalisht deri në Pogradec në këmbë bën 45 minuta. Është diku te 4 kilometër. Kështu që unë jam pothuajse edhe pak në gjysmën e rrugës. Dhe gjëja e parë që do bëjmë, unë nuk jam veshur për në plazh, i kam marrë gjërat me vete. Mbasi do t'ju tregoj çantën. Çfarë kam marrë me vete? Kam marrë vetëm esencialet me vete. Do marrë një shezllon aty patjetër dhe i kam tek çanta. Unë jam veshur normalisht sepse fillimisht do shkojmë të pim kafe, do bëjmë gjumin e mëngjesit me djalin dhe do bëjmë edhe një video tjetër me Ejonën. Kështu që pasi të mbaroj të gjitha këto, kemi dhe ditën e plazhit. Për këto të tjera nuk e di nëse do kem kohë që t'ju tregoj pak a shumë gjatë ditës, po për në plazh patjetër që po. Do t'ju tregoj pak shëtitoren dhe po eci një çik me shpejt se e shikoj që Kiani dhe pak dhe do që të flej dhe unë dua që të flej te kafja, që ndërkohë që ai fle, unë editoj ndonjë video. Kështu është plani mamit. Por se çfarë plani ka Kiani, është ndryshe. Dashuri, shikoni sa bukur. Këtu s'është akoma, gjoli është ande mbrapa kallamishteve, po ja, kur të jetë gjoli në krah, do të xhiroj prapë. Këtu që në anë të rrugët është ndërtuar kjo që të lësh makinën edhe të ulesh të bësh një piknik ose diçka dhe shikoni si janë shkatruar. Dhe jam shumë e sigurt që kjo rruga mund të ketë diku te 5 vite, 6 vite që është bërë kaq e mirë, ose po ja fut kohët, po jo më shumë se 10. Dhe po shikoj që këtu ka ndërtuar për shembull kuti shau. Edhe shikoni sa keq që duket. Përse i shkatërrojnë nuk e kuptoj, domethënë. Përse? Edhe
pislliku patjetër. Dhe pastaj dalim dhe kërkojmë nëpër protestë të drejtat tona. Kush i ka bërë këto? Këtu, më fal. Kjo gjë quhet standardi dyfisht. Këtu lëm plera dhe shkatrojmë çdo gjë që ndërtohet, sidomos direkt këtu në anë të natyrës. Është shumë gjë e bukur kjo këtu. Jilla në Gjermani që ulesh edhe bën një piknik. Tjuku, 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 la la la, la la la, la 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 la. Por në Gjermani janë kaq shumë të mirëmbajtura sepse vërtet mund të ulesh aty dhe të bësh një pauzë. Për shembull, je me një fëmijë në makinë. S'ke ku të ndalosh, më mirë se të ndalosh në mes të rrugës ku s'ka asgjë. Aty mund të ulesh, ta ushqesh, të bësh një pauzë të vogël. Por jo, ne duam të shkatrojmë. Gjithsesi, mos t'i futemi këtyre temave se kam shumë për të folur. Le të shkojmë në Pogradec. Shikoni sa bukur që duket. Imagjino të kesh disa bunker t'i kthesh në kështu banesa. Dhe ishte një ide shumë e bukur. Edhe shumë pak edhe arrim në hyrje të Pogradecit. Djali akoma s'ka fjetur. Nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë për mua, se edhe pak arrim të kafja dhe goja po i hapa, kështu që jam shumë e sigurt që dhe pak dhe do flej. Dhe mund të shijoj kafen e qetë. Sot kam etur pak më shpejt se e pash që djali ishte më i lodhur, në mënyrë që të arria më përpara. Mirëmëngjes. Matteo, mirëmëngjesin të Tazit. Ju kam thënë mirëmëngjes shumë njerëzve në këtë rrugë, dhe sikur i kam allkuar. Nuk e di pse janë njerëz shumë skeptik, pse flet dikush mirëmëngjes që nuk e njohin, se kuptoj. Okej, shihemi te kafja. Sa po mbarova kafen, nuk pata fare mundësi që të xhiroja sepse nuk kisha bateri në kamerë dhe e lash për karikim. Ndërkohë në Pogradec sot që ka një aktivitet garash me bicikleta dhe not. E organizuar nga Red Bull ose diçka. Ja, shikoni. Faleminderit. Gjithashtu duam të falenderojmë vullnetarët e sigurisë. Neve tani edhe pak edhe do shkojmë të takojmë me Jonën. Kiani fleti pak te kafja. Kështu që është në humor të mirë, shpresoj, për orën apo për 30 minutat e ardhshme. Kështu që po bëjmë një ecje pak këtu nga Gjoli sa të shkojë ora, sepse te kafja ishte shumë muzikë lart, prandaj edhe lëvizëm. Dhe shkojmë të shikojmë sa thot ai xhaxhi më. Oh! Sa bukur edhe në Gjol ka plot garus. Kafja ishte shumë e mirë, por nuk ishte asgjë për të ngrënë mëngjes dhe unë nuk kam ngrënë asgjë sot. Jam shumë e uritur, kështu që nuk e di mbase do marr ndonjë gjë rrugës ose pasi të mbaroj me Jonën. Do ta shikojmë. Inshallah është edhe Kiani në humor të mirë deri atëherë. Po shkoj të ha diçka derisa të vijë Jona. Dhe pastaj të shohim ku do të kalojmë. Çek. Të ham diçka. Mbaruam së ngrëni, hëngra një sufllaqe që në pikë mëngjesit, po për këtë më kishte marrë malli. Dhe sufllaqja, vetëm sufllaqja 3000 lekë, domethënë, mbase nuk është shumë. Po duke qenë se kur kam ikur unë ka qenë 1200, 1300, mu duk shumë tani. Edhe 1000 lekë, 100 lekë patjetër një bakshish duhet, 400 lekë. Por gjithsesi është okay, sepse fundja këto janë çmime dhe duhet t'i pranojmë. Tani çfarë do bëjmë? Po presë Jonën, po vjen ajo, do xhirojmë videon dhe pastaj vazhdojmë me vlogun këtu. Kështu që tani po i bëj kat. Vazhdojmë me videon tjetër, shikoni sa punë është. Domethënë gjërat nuk vijnë falas. Këtë kam djalin, këtë ha buk, këtë bëj video, kam filluar 2 video njëkohësisht, kështu që punë natë e ditë që të shohim pak e dritë. Kiani nuk hëngri as banane, edhe pjeshkën e nisi, hëngri vetëm pak lëkur, pastaj e la, si duket nuk është i uritur, kështu që edhe unë e lash. Po gjin energji ti vëjtë, ja? Ke shumë energji. Shikoj, ja, e Jona,
Mori një krep super të mirë. Kemi video, po vëjgjëm duke s'kam mbaruar 3. Ka xhiruar dhe këtë tjetër. Përveç asaj që kemi xhiruar bashkë. Ju thash unë të videoja që këtu i bëjmë katë kësaj video, xhirojmë atë challenge, pastaj xhirojmë prapë këtë. Çfarë të bëj? Ja, me që më flet djali, ta shfrytëzoj çdo minutë të mundshme dhe mos mendoni që suksesi vjen kështu. Më shkruajnë shumë vajza dhe më thonë ai shpërnda pak kanalin, të bëjmë pak YouTube. Ai më mbaj pak djalit, edhe në gjumë. Ta shpërndaj unë, çdo gjë me shumë punë. Kështu na bëftë mirë, kemi xhiruar 2 video, do vazhdojmë pjesën e videos tek plazhi, sepse tani do ndajemi me Jonën. Prita rreth 1 orë e gjysmë që të zgjohet djali, që të shkojmë në plazh, po kjo akoma nuk është zgjuar. Kështu që kam vendosur këmishën time që ta mbroj nga dielli. Shikoni, si dia shikoni, po. Dhe tani po shkojmë në plazh, nuk ka rrugë tjetër. Kam shumë vap. Dhe dua që të gjej një vend ku të ulem. Unë piva thjesht një ujë në drek. E Jona përfundoi videon, shkoi te djali dhe ne akoma jemi këtu në duke fletur gjumë. Nuk e di nëse do na bashkohet djali me Nusën edhe me djalin. Do të thënë vllai me Nusën dhe me djalin. Mirë do ishte. Por unë do shkoj me Kianin sepse është shumë vap. Dhe siç e thash, duhet të kem një eksperiencë si bëhet plazh këtu në Pogradec. Tani po ju tregoj ka shikoni, pastaj qajme pse nuk ka plazh publik. Në plazh publik nuk ka pothuajse asnjëri dhe në plazhin privat janë plot. Shiheni. Ku do shkoj dhe unë, sepse nuk kam çadër, si turiste do shkoj patjetër, por nëse do isha këtu vendase, patjetër që do blija një çadër dhe do ulesha këtu tek plazhi publik. Ja t'ja u tregoj sa bosh që është. Plazhi publik këtu, shikoni, bosh, plazhet andeme shezllona, plot. Shikoni. Do me thënë keni plazh publik sa të doni. Plus që është një zonë që quhet Lumi Trahanit, Trahana. Nuk e di pse quhet kështu, mbas është i bardhë. Edhe atje mund të bëni plazh, është plazh me guriçka të vogla dhe nuk ka as lokal asgjë, është tamam publik dhe i virgjër. Jo i virgjër se është i zbuluar, nuk është se është i pa zbuluar, mirë po atje mund të vendosni çadrën tuaj. Megjithatë, unë gabova. Kjo zona këtu që s'ka njerëz, thjesht mbasi s'ka njerëz se ka shumë parka, pas kemi dhe një plazh tjetër publik këtu, që besoj mund të marrësh vetëm çadrën me qira, edhe të ulesh, shikoni. Ne do shkojmë atje ku ka ulse dhe çadër patjetër. Këtu, plazh publik, keni vend sa të doni të merrni çadrën tuaj. Ne do shkojmë të gjejmë një vend me hije atje të çadrat. Sa po erdhëm, ta çunat ishin shumë të sjellshëm, na ndihmuan me karrocën. Tani unë i kam të gjitha gjërat me vete, kam peshqirët, do t'i bashkoj të dyja të shezllonat që të kemë shumë vend. Edhe do lëjmë me krem djalin, do i vesh rroba banjë dhe do hyjmë në brenda në ujë. Shezlloni kushtoi 500 lekë, pra një shezllon dhe 2 ulse, që për mua është super okej, për sa i përket çmimit. Djali sa u zgjuar. Pas në vejbuk. Djali sa u zgjuar, Luciani duket shumë i pastër, po do t'ja u tregoj të gjitha. Unë jam vetë këtu, nuk e di nëse do më bashkohet ndonjë familjar, mami ndoshta, por po i shkruaj njerë se ku jam. Ndërkohë që unë po bëj gati djalin. Dhe vemi gati. Rëra është shumë e mirë, edhe uji është shumë i pastër. Ne po ulemi këtu. Dhe Kiani po luan me rërën. Shikoni sa i pastër është uji.
Shikoj sa lumturohet. Hama, I futaj këmbët e rëra. Kishim veshur këto këpuckat, po I hoqën tani që ta ndjej më mirë rërën. Kiani dhe shikoni sa lumturohet. Okej, 500 lekë shezlloni me, domethënë çadra me 2 ulse, ishte super. Uji është fantastik këtu dhe është I ngrohtë. Mendova që uji liçeni do ishte më I ftohtë, por jo, është shumë I rehatshëm. Nëse do më vinte mami, do kisha shumë që të futesha njërë në ujë, se është shumë freskus. Tani me Kiani nuk kam as komardare dhe nuk mund të futem shumë, se kam frikë se më rëshqet nga duart. Kështu që, nëse harare, ja, mami bëjmë video, s'uni harare. Bravo. Tani nuk jam më vetë se erdhi mami. Mami mban djalin, unë do shkoj të notoj. Sa po mbaruan plazhin për sot? E mora mami, mos ki mëra. Nëna është me Kianin. Ku je nëna? Ja. Nga ana tjetër është vëllai me nipin. Tani do shkojmë ta pim dhe një kafe për shefin ton. Plazhi ishte fantastik, uji ishte I pastër, çmimi ishte shumë mirë. Për të ngrënë nuk do hajmë ndonjë gjë se më ka gatuar mami në shtëpi, kështu që nuk di t'ju them për çmimet, por do t'ju tregoj çmimin e kafes, kur shkojmë në kafe. Ka janë? Ka plazhi? Po pëlqeu shumë. Shumë, u kënaqe? Do bësh çuni mirë të vish prap, do bësh çuni mirë. Po, super. Ishte super u kënaqe. Super plazh ishte. Super plazh, ë? Shumë mirë. E shikon sa I bukur është Pogradeci, mo? Do jetosh në Pogradec? Ndrodhe. Kujdes, kujdes. Sa po ktheva në shtëpi, edhe provova një veshje që e kam bler së fundit. Më thënë të drejtë, një veshje që ma kanë bler dhe ma kanë bërë dhurat, sepse është pjesë e një videoje që ose e keni parë se do ta shikoni se nuk e di se si do publikohet kjo video. Po bëjmë gati, po ndërohem dhe do shkoj tek mami, djali po fle, mami po gatuan diçka edhe për djalin edhe për mua. Për djalin po gatuan një supë me kungulleshkat e saj që I kishin dalë nga kofshi, me kungulleshka, me patate dhe me mishpule, kurse për mua më duket se kishte qofte edhe sallat. Nuk e di, do ta shikojmë kur do shkojmë. Kur që po ndrohem, po ve lavatricën për të larë, sepse janë të gjitha peshqirët tani o të lagur, o me rër, edhe rroba të tjera që mua do më duhet që t'i bëj gati për në Gjermani, sepse edhe një ditë edhe më duhet ikë. Kështu që po ve lavatricën dhe kur unë të kthehem nga mami, besoj do ketë mbaruar dhe mund ta ndej që të thaj deri nesër. Kështu. Po ndrohem edhe po shkoj te mami. Nuk e di a ja u thash mjaftueshëm, por të gjithë ju që nuk keni qenë në plazhin e Pogradecit, nuk e keni idenë se çfarë po humbisni, ëh? Është vërtet një plazh I pastër, I bukur, njerëzit janë shumë të mirë, çmimet janë shumë të lira. Dhe për shembull unë nuk hëngra tani, por sullaqen që hëngra ishte shumë e mirë, kushtonte diku te 300 lekë. Dhe krepin po ashtu që hëngri Jona ishte shumë I mirë dhe ai kushtonte diku te 300 lekë po ashtu dhe çmimet janë akoma shumë ekonomike dhe shumë të mira në Pogradec, kështu që hajdeni tek ne. Na vizitoni një herë, na shikoni pas 7 vitesh apo jo, 7 vite kam qenë në Gjermani. Më duket se 9 vite që unë nuk isha në plazhin e Pogradecit.
është përmirësuar kaq shumë çdo gjë, çdo shërbim, të gjitha ishin të pastra, edhe deti, gjoli, kishte shezllone, kishte plazha publik, çfarë të doni juve. Hajdeni në Pogradec. Tani ikim.